Largimi i Cristiano Ronaldos nga Arabia Saudite ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare pas përshkallëzimit të tensioneve në lindjen e mesme. Ylli portugez u nis mbrëmjen e së hënës drejt Madridit, pasi disa ndeshje në rajonin e Gjirit u shtyn për arsye sigurie. Sipas të dhënave nga Flight Radar 24, avioni i tij privat u ngrit nga Riadi rreth orës 21 dhe mbërriti në Spanjë gjatë natës së të martës, duke kaluar mbi Egjipt dhe Mesdhe. 41 vjeçari, i cili aktivizohet me klubin saudit Al Nassr, u largua pasi u shtyn ndeshja e çerek finales së AFC Champions League kundër Al Wassel. Takimi ishte planifikuar të zhvillohej në Dubai këtë të mërkur. Vendimi për shtyrjen e ndeshjeve erdhi nga Konfederata Aziatike e Futbollit, e cila njoftoi se po riorganizon përballjet e raundit të parë të fazës së 1-16 në rajonin perëndimor, duke përmendur arsye sigurie. Ndeshjet në rajonin lindor do të zhvillohen sipas planit. Situata e sigurisë në rajon është tensionuar ndjeshëm pas sulmeve me raketa dhe dron nga Irani, që sipas raportimeve janë ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të përbashkëta amerikano-izraelite. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Saudite bëri të ditur se 2 dron goditën pranë ambasadës amerikane në Riyadh, duke shkaktuar një zjarr të vogël dhe dëme materiale, por pa persona të lënduar. Ronaldo jeton në Riyadh së bashku me partneren e tij, Georgina Rodriguez, dhe 5 fëmijët e tyre. Këtë sezon, sulmuesi portugez ka realizuar 22 gola në 26 ndeshje me Al Nassr, ndërsa kontrata e tij me klubin saudit është e vlefshme deri me vitin 2027.